Kur i shef se muslimanët po flejnë, e shef këtë Ansariun duke bo namaz, ke Allahu Akbar, edhe rune dhe bën namaz. Edhe merë thotë ta e godit që tonë, kraun e gjallë, në këtë pjesë, e godit. Tak, e godit njerë, ki namaz. Tang e godit për zdit, qau për rjedhë, ki namaz. Tang e godit për streti, ki shkon në ruku dhe kur ben se ishte dhe prekat muhaxhirin. Dhe i kur e shef se do të që armiku ka arë, kur e shef se u zgjur musliman, hi mushrik. Thot, ndërsa ki ishte pas mush me gjak, ishte pas e pat mëlu gjak. Dhe pithoj me Ansariut, pse more nuk na zgjove në fillim kur të goditën? File jo, që pëton njeri me prejë. Për e ka qelë dera, tu u falë, se ka prish namazin? O, tha ishtë në duke ledzu një sure, s'kish në qefë të ndërprej deri të kri. Ishte thellu ke Ansariu duke ledzu, duke përjetu fjallë të Allahut. U godit ke dhe u plagos të si një ke plagët për çkak se e knaq ke surje që e ledzonte dhe donte të përfundoj. Ndërsa na e lamin të e knu kerej dhe mor mi vesh ka u bon adje jashtë. Apo? E ki sahabi, kur a fal me gjak apo gjak? A thu se ka ditë këtë mesele. Mund mos me pas ditë, apo? Po pejgamberi Allahu ta kon prezant. Pse pejgamberi Allahu i thash, ka bonet, çka ndodhi me ti? Te Resulullah ç'të shto. Po namazi? Namaz me gjak? Nuk ndërhini pejgamberit. Për këtë arsye gjakja është i pastër. E dytë, transmeton Omer ibn Khattabin kur e kanë plagos namaz. Kur ka plagos Omeri, ka derë gjakas, ka derë. Ai ka derë gjak derisa ka vetin. Dhe kanë dashur me zgju ata me fal sabah. Ja Omer, s'ponin Omeri. Abdullah ibn Omeri ka thonë, ju s'muni me zgju, vetëm me një metodë. Çka mi thonë? Namaz. Sahabët namazi ka qenë tronditës. Ka thonë, Omeri që ka më fru të veshi, dhe i ka thonë, ja Omer, namaz. Omeri që ka thonë, ej wallah, s'ka hise me islam aj që s'ka namaz. Dhe thot, janisi Omeri mu fal, a gjaku i prej plagës rjedhte. Tash ati e dion, thejnë më mirë, a Omeri. A babaji jot a Omeri, radiallahu anhu. Për këtë arsye Omeri a fal me gjak.